Ndrojmë temën në pjesë të tretë e emisionit, por sërish do të flasim për çështjet transporti. Pasi duke nisur nga muaji nëntor, kemi një vendim të ri që ka hyrë në fuqi, që është rritur çmimi i biletës së transportit urban për 2 linja publike në kryeqytet. Bëhet fjalë për linjën Tiranë-Paskuqan dhe Tiranë-Kamës, që bileta nga 40 lek është miratuar me vendim Këshilli Bashkiak në 50 lek, por njëkohësisht është rritur dhe çmimi i abones nga 1200 lek në 1400 lek për abonen mujore. Ne do të analizojmë në këtë pjesë të tretë e emisionit arsyet e rritjes së këtij çmimi, pra të biletës dhe të abones, pse ishte e nevojshme një vendimarrje e tillë dhe pse bizneset e fushës, operatorët e linjës e kanë kërkuar dhe një rritje të tillë. Dhe i ftuari im në këtë pjesë të tretë është zoti Dashnor Memaj, kryetari i shoqatës së transportit ndërqytetas. Përshëndetje, faleminderit që jeni e Kozon. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë dhe për ta sqaruar pjesën e çmimit biletës, se natyrisht sa herë që kemi kërkuar kërkesa ekonomike gjithmonë është ajo që vriste më shumë edhe që ndikonte më shumë tek qytetarët ishte nëse do të rritet apo jo çmimi i biletës. Po ja, tashmë kemi fakt apo jo? Nga nëntori kemi nisur zbatimin e rritjes. Tashmë për kaq shumë kohësh kërkesat e operatorëve ishin për aspektin financiar, por edhe infrastrukturor. Në aspektin financiar kërkonin subvencione apo grante të ndryshme nga institucionet. Në disa bashki, në këtë rast Bashkia e Tiranës subvencionoi transportin publik urban, duke qenë se transporti publik urban është shumë i ndjeshëm për shkak të volumit të madh njerëzve, linjave që ka, momenteve që ka, për ata që shërben për qytetarët që janë për punë, për shkollë, për hallet e veta personale, ishte e nevojshme ndërhyrja në aspektin financiar dhe Bashkia e Tiranës tashmë e bëri, e financon transportin publik. Bashkitë e tjera në Republikën e Shqipërisë nuk morën një iniciativë, le të themi, për transportin publik urban për të ndikuar, le të themi, tek zbutja e hendekut financiar në tërësi të operatorëve. Nga mbledhja e fundit me grupin e interesit me operatorët, ato ishin të gatshëm, le të themi, të reduktonin flotën e mjeteve, të mos bënin një shërbim siç duhet të bëhet, për faktin sepse nuk kishin mundësi financiare për të operuar. Duke parë se çdo rritje e çmimeve në tërësi ka ndikuar tek ky sektor. Kujtojmë këtu që rritja e çmimit e fundit e çmimit biletës ishte në 2016, në shkurt 2016, nga 30 në 40 lek. Natyrisht nga ajo periudhë deri tani po të marrim vetëm pagën minimale, ka qenë 22.000 lek, sot është 40.000 lek, edhe me 1 janar pritet të jetë 50.000 lek. Që do të thotë e përkthyer me një fakt shumë thjesht, është rritur më shumë se sa 100% vetëm shpenzimet dhe sigurimeve dhe të pagave. Mos flasim pastaj për pjesët e mirëmbajtjes, naftën, faktorë të tjerë cilët e mirëmbajnë këtë sektor. Natyrisht ishte domosdoshme ose ndërhyrje e institucionit, ose një reduktim i flotës mjeteve, që qytetarët mos keni një shërbim të denjë edhe për ata që ju duhet në fakt për të ikur destinacionet finale tyre, ose të kishte një rritje çmimit biletës. Nga bisedat edhe nga kërkesat e analizuara, le të themi, në aspektin e kostove reale të operatorëve, u dërguar në Këshillin Bashkiak dhe u ngret një grup pune për ta monitoruar këtë situatë. Nga monitorimi dolën konkluzion që të ketë një transport funksional duhet patjetër indikator ekonomik. Në këtë rast rritja e çmimit biletës me 10 lek. Kishte të pamundur kjo bashki të kryente subvencionimet e nevojshme? Padyshim, nga bisedat, nga kërkesat, nga takimet, nga çdo tryezë për bashkët që kemi patur, se kjo është një kërkesë për më shumë se sa 2 vjetësh, e kishte të pamundur që të subvencionojë transportin publik për shkak të buxhetit të vogël realisht të bashkisë Kamës, sepse do të anashkalonin disa projekte të tjera. Se kjo në një lloj forme si subvencioni që jepet nga institucionet, si pagesa që mund të bëjnë qytetarët, në fund të ditës rëndon se diku ato taksa do merren, edhe nëse do të subvencionohet transporti publik, po ti do të shmangësh do projekte që ti i ke për t'i bërë për komunitetin. Nga Këshilli mendoi edhe vendosi me rritjen e çmimit biletës vetëm për 2 linja, për linjat që janë mbi 8 kilometra. Mbi 8 kilometra. Nuk u prek aboneja përgjithshme që për mendimin tim duhet subvencionohet patjetër, sepse nëse nuk do të preket aboneja e përgjithshme për të shkuar në nivelin real të kostove. Po sa duhet jetë sipas jush aboneja e përgjithshme? Historikisht në fakt nga
Po të marrim rastin nga 2008, 2016, 2008 ishte rritja e çmimit biletës nga 20-30 lekë. Pastaj nga 2016 ishte nga 30-40, që do të thotë u rrit në formë të njëtrajtshme. Si çmimi i biletës, po ashtu edhe aboneja. Aboneja përgjithshme ka qenë 2016. Pra çmimi i fundit është ripar 10 vite më parë. 10 vite më parë. Po të krahasojmë edhe me linja ndërqytetëse, ishte vendimi i vitit 2007 që ishte për përsaktimin e çmimit për kilometër. U bën vitin 2022 vendimi tjetër që përkon me azhurnimin e çmimeve dhe indeksimin e tyre. Për transportin urban kishte por një dekadë realisht që nuk u preket çmimi i transportit publik. Po që të funksionojë transporti, natyrisht që ose duhet të subvencionohet, ose të preken çmimet e biletave. Dhe rritja e çmimit, në fakt, që është bërë vetëm për 2 linja të cilat janë mbi 8 km, operatorët edhe këtë e kundërshtuan sepse ka mbi 8 linja në Bashkinë Kamës, që realisht ka nevojë për suport financiar. Nuk u preken ato linja, nuk u prek as aboneja përgjithshme, që do të thotë ti ke bërë një ndryshim të çmimit biletës, po pa prekur ato që realisht ndihet më shumë edhe që qytetarët kanë më shumë nevojë për ta patur një abonem. Ajo përdoret edhe më shumë. Përdoret edhe më shumë edhe kanë edhe qytetarët nevojë. Kjo është bërë një, le të themi, shumë fjalë, por një punë konkrete nuk është bërë sepse sa është sot aboneja e përgjithshme dhe sa doni ju që ose si në bazë të analizave se dëshirat mund të jenë sa më të larta. Në fakt, kishte një rritje të çmimit naftës në të kohë, ju mbani mend se gjatë bisedave u kërkon një çmim tjetër i biletës, jo kjo që është, ose subvencion ose çmim bilete. Duhet të rritet në një formë njëantrajtshme. Nëse bileta është rritur me 10 lekë që përkthehet automatikisht 25% më shumë të çmimit, ashtu duhet të rritet edhe aboneja e përgjithshme apo e linjave. Gjë që ka ngelur po në vend numëror, po se ishte më përpara, që do të thotë operatorëve nuk ka se ju ka zgjidhur një punë, operatorëve në tërësi janë rritur vetëm 2 linja, të cilat e kanë menduar që në mbi 8 kilometra, për shkak edhe të fluksit të udhëtarëve, për shkak distancave, për shkak trafikut, është planifikuar nga institucioni vetëm për këto. A është zgjidhje? Për mendimin tim nuk është zgjidhje, sepse nuk mund të bëjmë 2 linja të kenë një çmim tjetër, linjat të tjera sepse ofrojnë gjithë të njëjtën shërbim pavarësisht distancave që mund të kenë linjat apo edhe fluksit të udhëtarëve. Nëse një linjë ka një distancë më të vogël, natyrisht ka edhe një fluks më të vogël. E kuptoj. Zoti Memaj, nëse mund të japim një informacion thjesht të përgjithshëm nga linjat që operojnë në kryeqytet, përfshirë këtu edhe Bashkinë Kamës, Bashki Tiranë dhe Bashki Kamës. Sa linja kemi ne në funksion edhe nëse mund të themi kush është ajo me fluksin më të lartë edhe kush është ajo linjë me fluksin më të ulët? Linja në qytetin e Tiranës janë mbi 16. Po. Linja urbane. Linja në qytetin e Kamës janë 8. Ka linja të vogla, linjat më të vogla janë linjat e Unazës në Kamës, janë Unaza Lindore. Me më pak frekuentim. Me pak frekuentim, pak njerëz, edhe me orare jo të shpeshta, le të themi, sepse aq është fluksi i njerëzve. Linja që kanë fluksin më të madh janë linjat që lidhin Unazat e Tiranës së themi, janë Tirana e Re, Tiranë Kamës, janë linja që kanë edhe itinerarin më të gjatë, por Bashkia Tiranë e ka zgjidhur aktualisht duke montuar pajisje në dyert e autobusëve për të kuptuar realisht se sa njerëz përdorin transportin publik. Pra në autobusët e linjave... Nga autobusët e linjave të qytetit Tiranës, aktualisht kemi të montuar pajisje në dyert e autobusëve për të monitoruar çdo person, për të numëruar realisht çdo person që përdor transportin publik, për të nxjerrë një analizë reale, një statistikë më të vërtetë, të frekuentimit. Nga statistikat që kanë në bazë deklarimeve të operatorëve, janë 200 deri në 250.000 veta në ditë frekuentojnë transportin publik në qytetin e Tiranës. 200 deri në 250 në varësi ditëve, sepse një fundjavë ka më pak, një fest më pak, apo ditë shkollave kanë më shumë. Kjo shifër është e konsiderueshme për vendin tonë? E konsiderueshme. Aktualisht në këtë shifër që thash bën pjesë gjithë kategoritë, bën pjesë kategoritë që udhtojnë përfitojnë udhëtimin falas. Edhe kjo është një kërkesë ekonomike e operatorëve që ato duhet subvencionohen nga institucionet, sepse ne bëjmë transportin, nuk paguemi për këtë kategori. Në këtë shifër janë edhe abonet të studentit, janë edhe njerëz që udhtojnë me abonet studenti, pensionistat me abonet pensionisti, edhe abonet e linjave. Tërësi janë kaq udhëtarë që e përdorin transportin publik në qytetin e Tiranës. Ne presim nga ky montim i pajisjes që kemi edhe një rezultat edhe më të saktë, për të kuptuar pastaj fluksin e udhëtarëve,
analizën e kostave sa duhet edhe a duhet mbështetet transporti publik edhe çfarë mekanizmash ekonomik do të përdorim për të patur një performancë më të mirë, me mjete më të mira, me një shërbim më të mirë dhe me pagë më të larta, sepse një ndër faktorët kryesorë që nuk kanë dëshirë njerëzit punojnë në sektorin transportit publik është lodhja e madhe, stresi i madh dhe një pagë jo e kënaqshme për punën që bëjnë, për vështirësitë që kanë. E kuptoj. Megjithatë, ju thatë që paktën për kryeqytetin ose për Bashkinë e Tiranës funksionojnë skemat e subvencionimit për të gjithë operatorët që operojnë. Bashkia e Tiranës ka mbi 3 vite që ofron një subvencion. Ishte në nivel shumë më të vogël pra një viti. Vitin që erdhi, mbas të analizave financiare të thelluara me grup le të themi profesionistësh edhe nga Agizi, po edhe nga Bashkia e Tiranës, u arrit në konkluzionin që transporti që të funksionoj do të ketë të subvencion që aktualisht ka sot. Me këtë subvencion që aktualisht ka sot, operatorët janë të mundshëm ekonomikisht të ofrojnë shërbim përmes edhe flotën e mjeteve, por të jenë fleksibël edhe të rrisin edhe pagat vazhdimisht. Një problem që ka patur Bashkia Kamës, po themi me transportin publik, është pamundësia për të rritur pagat e punojësve të sektorit transportit publik, operatorë, sepse gjithë duan të vinë në Tiranë, përderisa Tirana subvencionon edhe ka mundësi të rrisë pagat her pas here për punojësit e sektorit transportit. Zoti Memaj, meqense jemi duke folur për çështje tarifash dhe rritje të kostove, së fundmi kemi edhe një vendim qeverie e cila ka përcaktuar një çmim prej 200 lekësh, pra 2000 lekësh, për çdo pasagjer, për të dhënë të dhënat për çdo pasagjer që frekuenton shërbimin e transportit. Pra çdo operator linje do të japi të dhënat se kush apo si ka lëvizur. Mund ta kuptojmë pak më mirë dhe kush e paguan këtë kosto në finale që duket minore ose duket e ulët, por për një njerëz që lëviz. Shiko, çdo gjë, në fakt edhe ne sikur i dolin media vetëm publikua vendimi, pas një konsult me grupin e interesit, pas një konsult me ekspertët jashtë institucionit. Vetëm e pam vendimin, pastaj kërkuam informacion se si do të funksionoj. Ajo që kanë bërë edhe mendojnë të bëjnë, nxjerrë një vendimi që do të thotë për çdo qytetar që prek pikat kufitare për të udhëtuar jashtë vendet, nuk bëhet fjalë për brenda vendet sepse do të ishte një lapsus, një shmenduri, le të themi, ose një bilet nga një qytet në qytet tjetër kushton 150 lekë, do të shtonte edhe 200 lekë, do të kishte një tarifë që pa përballueshme për qytetarët. Pra kush del jashtë kufirit? Kush prek pikat kufitare do të ketë një tarifë shtesë 200 lekë për person. Këtu përjashtohen vetëm personat që janë 0 deri në 2 vjet, që nuk kanë këtë tarifë, sepse nuk zejnë një vend në autobus apo në mjete të tjera që udhtojnë për destinacione jashtë vendit. Është një kosto realisht e shtuar për operatorët në këtë moment, por unë nga biseda që kam patur me gjithë operatorët e transportit ndërkombëtar, është e papërballueshme për ta, nëse do të ketë 20 apo 30 apo 40 veta, për 200 lekë do të ishte një tarifë që do të rriste kostot në nivel që se përballojnë dot. Që do të thotë në finale do ta paguajmë ne. Në finale do ta paguajmë. Për cilët ke konsumatori fundor. Do ta paguajë qytetarin, në këtë rast konsumatori fundor. Është zgjidhje, nuk e di pse është kjo tarifë kaq e lartë, për shkak vetëm të kryqëzimit dhënave, njoftimit e dhënave nëpërmjet sistemit tim, statimeve dhe institucionet Ministrisë Brendshme. Aktualisht, çdo pikë doganore regjistron qytetarët që dalin jashtë Republikës Shqipërisë, ka funksionuar pa një tarifë deri sot, sot ngrihet kjo tarifë që për mendimin tim duhet rishikuar jo vetëm në nivel që është nivel shumë i lartë i çmimit për person, por edhe se si do të funksionojë dhe pse është kjo kosto kaq e lartë, sepse po të shohësh vendimin thotë për të monitoruar dhe kryqëzuar dhënat midis njoftimeve, sistemeve të brendshme, e mirëmbajtjen e kështu me radhë, por është vetëm për këtë vit. Vitin tjetër, nëse do të kesh kosto shtesë, mund shtohet dhe nuk kemi një vazhdimsi që mund të jetë vetëm këtë pjesë. Edhe do të funksionojë në këtë formë që deri me datë 5 çdo muaj pasardhës, ti do të deklarosh në institucionet përkatëse se sa pasagjerë ke transportuar për jashtë, ato do të bëjnë një faturë që ndërkohë ti do të paguash brenda kësaj date tarifën për X persona për muaj që ke transportuar për jashtë. Është një tarifë shumë e lartë, sepse nuk është as tarifë që ka bazë për kilometra, le të themi, sepse nuk mund të paguajë një qytetar ose një kompani që udhton nga Tirana për Prishtinë me të njëjtën kompani që nga Tirana për Londër, sepse është distanca kilometrike shumë e madhe. Nëse ti do të bësh të tarifë. Pra kjo është unifikuar për pavarësisht kilometrave që do të bësh. Pavarësisht kilometrave, pavarësisht linjave, pavarësisht
situatës të operatorëve ekonomik, është nxjerrë që do të paguhet për çdo qytetar. E kuptoj. Zoti Memaj, ndalemi pak te kushtet e shërbimit të transportit publik. Nëse ka një pikë të dobët vendi ynë si në kryeqytet, por edhe jashtë tij, sidomos kur flasim për sezonin turistik, për turistët e huaj që nuk janë as pak të orientuar ku të hypin dhe ku të zbresin dhe ku të shkojnë në një destinacion që ata dëshirojnë, është çështja mungesa e një sistemi të mirë organizuar të transportit. Qoftë me informimin e stacioneve, qoftë me vend qëndrimet e stacioneve, qoftë me mungesën e një shërbimi publik nga aeroporti në kryeqytet apo në një qytet tjetër, por të mbetemi fillimisht tek kryeqyteti se edhe kryeqyteti mirëpret me mira turistë të huaj. Çfarë planesh ka për një përmirësim më të mirë të sistemit të shërbimit të transportit? Çfarë mund të presim të paktën për sezonin? Jo pa qëllim preka dhe pikën se kur është rritur çmimi i biletës për herë të fundit nga 2016 deri në 2025 që jemi, është përmirësuar, është ndryshuar 100% e flotës për secilin kompani të autobusëve, që do të thotë për transportin urban këtë rast. Nëse ato autobusat që ishin në 2016 sot nuk kanë qarkullim sepse nuk kanë marrë mjetet e fundit, nuk kanë marrë mjetet më të mira, por i kanë përmirësuar 1 vit më 3, 2 vjet, në pavarësi të situatës ekonomike që kanë patur operatorët. Atë duhet përmirësohet padyshim, ka nevojë shumë. Ka udhëzime të cilat janë bërë në përzyra të institucioneve pa patur idenë se si funksionon transporti, pa patur një bashkëpunim me grupin e interesit, se cila linjë ka nevojë edhe ku do të shkojë dhe sa do të shtrihet. Për sa orari ka nevojë. Ka do një krehet situatës në formën më të mirë të mundshme, por me specialistë fushës e me njerëz që njohin edhe terrenin. Aktualisht ka disa portale, le të themi, që ofrojnë informacion për turistët, por nuk ka infrastrukturë të brendshme, nuk ka terminalet mirëfillta, nuk ka stacionet mirëfillta, nuk ka rrugë të dedikuara. Aktualisht kemi azhurnimin në Google Maps të linjave rësi që kanë ndodhur që qytetari mund të kërkojë dhe të jap mundësi. Dhe kjo vetëm për kryeqytetin. Është për kryeqytetin dhe linjat në ndërqytet, se që të jap informacionin statik për linjat ndërqytet, kurse për linjat në kryeqytet të jap informacion në kohë reale se ku është autobusi, për sa vjen, në varësi dhe të trafikut. Kujtem këto që linja Tiranë-Kamës ka dhe një sistem zanor për ta përmendur edhe në anglisht edhe në shqip për turistët, por edhe për qytetarët, që do të thotë dëshira e operatorëve është shumë e madhe për ta përmirësuar. Nga Tiranë-Kamës, kaq shumë turista që mund të lëvizin Tiranë-Kamës, që duhet ky sistemi zanor të niste nga Kamsa? Kjo është një iniciativë e operatorëve privat për ta përmirësuar, për të bërë diçka më të mirë dhe më të lehtë për qytetarët për ta kuptuar se ku janë linjat, ku janë stacionet pasardhëse, edhe në anglisht edhe në shqip, kjo është një ide shumë e mirë për të rënë ndihmë qytetarëve. A presim ndonjë risi deri vitin e ardhshëm, deri në sezonin e ardhshëm në këtë drejtim? Ndonjë përmirësim, ndonjë shërbim të ri? Ne jemi në diskutime sepse po krijohet edhe një agjenci, është krijuar tashmë le të themi Agjencia Shtetërore e Transportit. Nuk e di pse do të krijohen agjenci, por kur realisht ofrojnë shërbimin nga institucionet shtetërore Në fakt është edhe një si praktik që po hyn në çdo treg, edhe në tregun e sigurimeve do kemi një kompani shtetërore, edhe në tregun e transportit një të tillë. Nga ajo që vim, nga eksperjenca e kaluar, gjërat shtetërore me kapital shtetëror nuk funksionojnë siç duhet, sepse ne e dim tashmë që mund të ketë abuzime të ndryshme në fusha ndryshme, sidomos në pjesën e transportit. Kur një operator privat, ku ka qëllim në vetvete, arritjen, maksimalizimin e fitimit për vete, do patjetër të bëjë një shërbim cilësor që të përthithat, le të themi, të ardhurat ekonomike, nuk mund ta mbështetë kur ka qëllim vetëm operimin. Kjo është më së sigurt. Do mbetet për tu parë se kush do të jetë qasja që do ketë qeveria dhe ministria me krimin e kësaj kompanie. Ne shpresojmë që me rritjen e turistëve, duhet të ketë përmirësim të sektorit transportit publik. Por duhen të rresët përbashkëta për me analizë reale kostosh, me analizë rrjetit linjave, me analizë të stacioneve, për ta përmirësuar të japën mundësinë qytetarëve dhe turistëve të udhtojnë më mirë, më lirë, më komod, më shpejt në Republikën e Shqipërisë. Se fatmirësisht kemi vende të bukura cep në cep Shqipërisë që duhet shfrytëzohen. E vërtet. Zoti Memaj, unë falenderoj që ndave me mua këto informacione. Faleminderit. Nderuar miq, faleminderit dhe ju që na keni ndjekur. Bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.